lypin shumë dhe të ndërtojnë një narracion në popull këtu që ti të merojnë me një kërkesë që është absurde, që në fakt juridik edhe po të jenë fajtorë, edhe po të dëshmohet që jenë fajtorë, do të kërkohet kërkesa me ligjin më të favorshëm të kohës kur u krye atje, e ligji më i favorshëm, edhe po që thënë pranuar, po që zgjohen ta vetë pranuar fajsin, dënimi maksimal i kohës kur kanë u kryer vepra është 15 vite, maksimali, është 15 vite. Prandaj, ta kanë shkuar me narracionin, ti të merojnë popullin me 45 vjetë, që pastaj nëse na jo japim ka 10 vjetë e 15 vjetë, do thotë, u donë mirë, do thotë, u të reguem shesh me kjo, por mos harroni, Kosova dënohet edhe me një ditë fajsi. Nëse dikush... Dënohet, me një ditë dënohet Kosova. Mbi një ditë, është atër personale për familjarët, për shokë, për dashamirë dhe për njerëzit. Po aty në fakt është ka të dënuar, është cali i dënuar. Cali është narrativë për me përgatit nëse mujtë dënujnë tu. O ndërtu rrugë, o ndërtu infrastrukturë, o mundu. Por ato të thotë zoti Haradinaj fakti që prokuroria kërkon 180 vjetë burg për 4 ish-krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që e ka rënduar situatën për t'i dënuar, apo kjo nuk do të asgjë për arsye se pala tjetër mund të arrëzoj këtë narrativ edhe mund të arrëzoj këtë... Ne jem të folë për frikën që nëse kjo vazhdon të konsiston të jetë gjykatë politike si që në kom dëshu ishtarë. Dërsa nëse presim drejtësi,